Në një ndeshje që mbante emocionet e tifozëve të dy kombeve në maksimum, kombëtarja e Kosovës u poshtë me rezultatin 1-0 në shtëpi nga Turqia në finalen e play-offit për kualifikim në Kupën e Botës. Kjo humbje i ndaloi dardanët nga realizimi i një ëndre historike për të qenë pjesë e turneut më të madh futbollistik botëror. Edhe pse Kosova dominoi pjesët më të mëdha të lojës dhe tregoi disiplinë dhe organizim të mirë në fushë, një moment vendimtar vendosi fatin e ndeshjes dhe i dha fitoren mysafirëve. Megjithatë, reagimet nuk munguan në rrjetet sociale në lidhje me këtë ndeshje historike. Në këtë mes u bë një reagim edhe nga modelja me origjinë nga Kosova, Heidi Lushtaku, e cila është e martuar me futbollistin e njohur të kombëtares turke, Meri Demiral. Ajo u gjen në një situatë të vështirë mes dy zjarreve, duke qenë në ndeshjen mes dy vendeve me të cilat ka një lidhje të fortë personale. Në një postim me humor ajo shkroi: "E divorcuar për 90 minuta. Heidi dhe Meri janë bashkë që një kohë kur kanë edhe dy djem." Ndërkohë Demiral mungoi ndaj Kosovës për shkak të lëndimit.